shqiptar, unë mendoj që vazhdon me një lloj mentaliteti gati komunist, në mënyrën se si jepet mësim. Duhet kuptuar që ajo ideja merr notat mira se do kish punën e sigurt sot nuk funksionon më. Dihet që me zhvillimin e teknologjisë, me zhvillimin e inteligjencës artificiale, nuk mund të funksionojë më akoma i njëjti sistem që përdorej para 30-40 vitesh. Nuk funksionojnë më këto gjëra. Ato që çka kërkohet sot është mendim krijues, mendim kritik, si të përshtatesh me ndryshimin, si të zgjidhësh një problem, kurioziteti. Këto nuk i zgjidh dot inteligjenca artificiale. Shumë gjëra të tjera i zgjidh inteligjenca artificiale. Këtë mësuesit tanë, mësuesit që kemi sot në arsim, qoftë fillor apo të mesëm, nuk e kanë kuptuar. Vazhdojnë të thonë, mësoni përmendësh. Duhet kuptuar që nxënësit s'kam se ti din të gjitha, por duhet të dinë gjërat më të rëndësishme dhe para fare është si të nxën, si të mësojnë, se për shkak të çmendurisë së zhvillimit teknologjik dhe të përdorimit të smartphone-ve, kanë harruar se si të mësojnë, se çdo gjë pothuajse është gati, çdo informacion është gati aty te telefoni. Kështu që kjo është e para, por edhe se si të përshtaten me ndryshimin, si të zgjidhin problemet, si të dështojnë edhe të përpiqen sërish. Këto janë gjëra që duhen mësuar dhe sistemi jonë arsimor, mësuesit tanë nuk i mësojnë këto gjëra, por vazhdojnë me të njëjtin mentalitet si para 30-40 vitesh.